Një person ka lënduar veten dhe kushëririn e tij në fshatin Osekhil të komunës Gjakovës. Policia e Kosovës në Gjakov, përmes zyrtares për informim, Vlera Krasniqi, ka bërë të ditur se rreth orës 11 është raportuar rasti ku një mashkull i moshës madhore, pas një mosmarrëveshjeje, ka lënduar veten dhe kushëririn e tij, po ashtu të moshës madhore. Sipas policisë, lëndimi dyshohet se janë shkaktuar me mjet të mpred dhe janë cilësuar si lëndime të lehta trupore. Të dy personat kanë pranuar trajtim mjekësor në emergjencën e spitalit të përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Nga emergjenca e këtij spitali është bërë ditur se personat e lënduar janë jashtë rrezikut për jetën. Lëndimet kanë qenë mesatarisht lehta në regionin e Barkut dhe një person tjetër që ka qenë implikuar në këtë rast ka pas prerje të gishtit. Lëndimi nuk është i fortë, domethënë për masa invalidore, është trajtuar. Ndërkohë, policia e Kosovës ka bërë të ditur se hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar.